Bashkia e Shkodër ka paralajmëruar zero tolerancë ndaj ndotësve që dëmtojnë hapësirët publike dhe imazhin e qytetit. Vetëm gjatë një jave, policia bashkëke ka monitoruar dhe gjobitur mbi 20 raste hedhjes së mbetjeve pa kriter, duke ndëshkuar ata që nuk respektojnë rregullat e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Altin Shabaj, drejtori i drejtorisë së pastrimit dhe gjelbërimit, deklaroi se çdo rrugë, lagje dhe pikë grumbullimi është në monitorim të vazhdueshëm. Ne aktualisht po i evidentojmë dhe në bashkëpunim me policinë bashkiake po e gjobisim. Qëllimi i kësaj nuk është që të gjobiten qytetarët, por një sensibilizim edhe për që të kena një bashkëpunim sa më të mirë me to, që mos pranë pikave të çojnë vetëm mbetjet organike dhe jo mbetjet e gjelbërta dhe orëndiq shtëpiake. Për sa i përket rregullores, mbetjet inerte, mbetjet e gjelbërta dhe orëndiq shtëpiake mund të vendepozitohen vetëm në landfillin e Bushatit nga vetë qytetarët. Ndërkohë Henri Faci, menaxheri i firmës që kryen shërbimin e pastrimit në qytetin e Shkodrës, foli për menaxhimin e intervaleve të pastrimit dhe evidentimin e zonave me problematika të përsëritura. Procesi i pastrimit Shkodër funksionon me fashë orare. Janë aktualisht 2 makina që punojnë gjatë ditës dhe 4 makina që bëjnë evadimin e mbetjeve gjatë natës. Ne jemi të gatshëm për me marrë një qytet sa më të pastër sa vendi ku ne jetojmë, por problematikë kryesore për ne mbetet një hedhja e kutijave dhe mbetjeve të bizneseve dhe 2 bllokimi i kalimit të mjeteve që realizojnë evadimin, sidomos gjatë natës, që është problem për me lajmëru njerëzit për me na hap rrugën, me na liru rrugën. Ne kemi për detyrë evadimin e kontinjerëve, të cilat janë vetëm për mbetjet urbane. Mbetjet urbane klasifikojmë me turinat e konsumit të familjeve dhe shpesh herë ne gjejmë që pranë kontinjerëve hidhen divana, hidhen lëndrësore, sikur e thotë ju, hidhen krasitje pemsh. Në një kohë ku qyteti po përballet me rritjen e sasisë së mbetjeve dhe shpesh abuzimin dhe papërgjegjshmërinë, institucionet kërkojnë bashkëpunime të gjerë për të garantuar pasardhësinë e mjedisit tonë të përbashkët.